إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, atë e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona. Atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithat ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut azza wa jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ai shpikur në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, është risi që në humbje, është humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kemi frikën e Allahut azza wa jall me një frikë të sinqertë dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kemi frikën e Allahut azza wa jall kudo që t'jemi edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se e mira me lejen e Allahut azza wa jall e shlin të keqen. Mirë po dhe silluni me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Nuk besoj askush prej neve që si ka ndodhur ndonjëherë mua në ku prej syrit, e që prej ati syri me i përjetu dhimt dhe ankesën e tërë trupi, nga se kështu të është i lidhur këtë trup. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë një shembull tjetër me na e tregu se edhe ummeti duhet me konë si një trup. Edhe ka thonë se domethënë shembullin i ummetit të si shembulli i trupit, qofse ankohet prej syrit, ankon krejt trupi, apo ankohet prej kokës, ankohet krejt trupi. Se Zoti ka krijuar njerëzit muslimanët në rrugën toksor, kudo që të jenë pjesëtar të një feje, se jenë si një trup, të jenë si një ummet. Dhe këtë doktrinë kanë pas qysh në lashtësi, prej njeriu të para Ademit alayhi salatu wassalam, ata që kanë vazhduar duke i besuar pejgamberët, e do të vazhdojnë kështu derisa të tash toka me gjin. Në suratul Anbiya, Allahu azza wa jalla përmend rënje 15 pejgamber, prej Nuhit deri te Isa alayhi salatu wassalam, dhe thot në fund: inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Kjo është një ummet juaj i cili është ummet unik. E unë jam Zoti juaj e mu më adhuroni. Pra thjesht kështu duhet me qenë muslimanët. Të afërt me një tjetrin, mu ndje si një trup, mu ndje si një ummet, jo të përçam, jo të ndam, e që masandejt ja u japëm mundësi në armiqve që vinë gjithë nga tërë bota me na sulmu, e ndonjëherë me na ilshu disa qenë të tërbuar,
edhe me sulmuar nga qielli, nga toka, nga ajri, edhe këndën e vran, këndën e sulman, këndën e plaçkit, edhe faktikisht me ik, edhe sikur mos më dhon përgjegjësi, edhe domethënë mos më pas kurfar mbikëqyrje, e bënë të bindur se këtyre qenëve të tërbuar pa ju dal një luan trim përpara, mjau nal edhe të lehenit, po mjau nal edhe frymen, nuk ka mundësie me ndodhë dhe nal këta të tillët. Po edhe të bënë të bindur një punë, se edhe që i luanin qovë se i ka gjymtyrt e këputura, e të ndara, edhe se cili dhe ma thonë në vetën e vetë, realisht as ai nuk me kry punë. Pra të kur flasim këtë temë vëllezër të nderuar, nuk është temë që është luks, as nuk është temë që është dhe ma thonë liria e zgjedhjes. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dhe kapuni për litarit të Allahut azza wa jall të gjithë e mos u përçani. Kapnu për litarit, vëllezër të nderuar, kapnu për Kuranit, kapnu për Sunetit, kapnu për fesë Allahut azza wa jall. Mirë për ka quajtur litar, sikur ka dash me thonë se ju jeni poshtë, jeni ra një farë grope, ju ka kapluar një pashtërsi, një farë dhe ma thonë ndjenje që faktikisht gjithë jem të përjetu. Qofse dëni me dalë në dritë, e me dalë bejqës e i grope, duhet mu ka për që ti litare. Ama qofse dëni me ne që aty ku jeni, rrini. Ama qofse dëni me dalë në dritë, që më batë zët e vetës, që thjesht kur njeri ju me ndën ty veç me të folë, me i ba 100 llogari, jo me të sërmue, atër kap në për litarit Allahot dhe sunetet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. E me kështët litare, kur në kapë musliman fillim të islamit, të cilët kanë qenë të përçam, që shjem na tash të përçam. Besoni vëllezër të nderuar, deri në 40 vite kanë jetuar, kur e shke pa konflikti ka filluar për një deve. Dy popujt para se marrë Mekë në Medinë, kanë qenë dy fise Aws dhe Khazraj, kanë luftuar mes vete, po thuaj se 120 vjet. E ka ardhë kjo dritë e Allahut azza wa jall, ka ardhë kjo Kur'an, ka ardhë kjo pejgamberi Allahut azza wa jall, edhe i ka bashkuar, e i ka nalë këto lufta, edhe i mba, dhe më thonë ymet i vetëm, duke u udhëhequr nga parulla innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët jenë vëllezër, duke u udhëhequr nga hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se shembulli besimtarëve në dashrim mes vete, në afërsim mes vete, në dhimbje mes vete, është si shembulli një trupi, qofse një pjesë e trupit ankon, i tërë trupi ankon prej pagjumësisë dhe temperaturës. Vetëm shikoni rastin, Omeri ka qenë me kas Kureshi, Bilali ka qenë i Etiopisë, Salman el Farisi ka qenë persian, Suhejb el Rumi ka qenë domethënë romak, mirë po gjithë janë mbledhur në dritën e Kuranit dhe sunetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e kanë realizuar këtë që me kon një ummet, me kon një trup, që qofse një pjesë ankon një tërë trupi me anku. Mirë po dikush mund të më thonë po hoxh, ky ummet i ka afër 2 miliard njerëz. E jenë të ndarë në fise, në kombe, në shtete, besa në ideologjie, fraksione, qysh me i bo bashk? Me i bo bashk, ashtu si që ka bo bashk pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, duke i lidhur mas parim besim në Allahun azza wa jall, se kanë një Zot i cili i ka krijuar edhe besojnë se i tili është meritori vetëm madhuru, i cili është një dhe nuk ka shok, i cili nuk ka lindur as kënd, as nuk ka lindur nga askush, i cili nuk i përgjason askush, mirë po huwa Semiul Basir, është ai i cili dhe më thonë dëgjon edhe sheh çdo gjë, mirë po duke besuar edhe në pejgambert Allahut azza wa jall, edhe librat e Allahut azza wa jall, ashtu siç na ka thonë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, baba juaj është një, feja juaj është një, nuk ka kurfar dallimi mes arabit dhe jo arabit, jo arabit dhe arabit, të bardhit ndaj atij me ngjyrë, as tina me ngjyrë ndaj këtij të bardhit. Dallimi vetëm është dhe kriteri vetëm është sa je besimtar, sa je i devotshëm, sa je i përulur për Allahut azza wa jall. Me këtë bindje kena mundësi mu bë bashk.
duke u kthyer Kur'anit dhe sunetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke pas burim dhe referencë që kur faktikisht pajtohem dhe mos pajtohemi edhe kemi ide ndryshme, me marr një gjykus se secili prej neve kem logjik edhe kem mendje dhe mendojmë edhe analizojmë gjërat. Mirë, po kam mundësi me dalë dhe me rezultate ndryshme, ai i cili thjesht është gjykus i mendjes së ides time, nuk do të më kon as fuqia jeme, as oratoria jeme, por me kon Kurani dhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ka vepruar thash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tina. Një herë prej ditësh mas qëndrimit të Mekës, domethënë faktikisht ndodhi çka ndodhi, edhe sikur u fregulsuan, domethënë ata ensartë e Medinës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos u shliru Mekë, ka mundësi me nejt Medinë, mos më kthy më hiç në Mekë, me nejt Mekë mos më kthy në Medinë hiç. Dhe ja u përkujton disa të mira, edhe i thot, a nuk keni qenë të humbur e ju ka udhëzuar Allahu azza wajal përmes meje? As keni qenë përçam, as keni qenë të përçam, tu vërad 120 vjet e jeni bashkuar përmes meje? A nuk keni qenë të varfër, që menzi që thëjmë ne keni qitë mujnë, Allahu azza wajal ju ka begatuar, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, referenca e tina, Kurani dhe suneti e tina ka qenë sebeb me i bashkue edhe ata që dy fisën me Medinë, me i përbëjnë bashku edhe Mekës me Medinë, edhe i bashku krejt muslimanët në përgjithësi, nga se këtë role ka shariati vëllezër të nderuar. Namazin ton, a nuk po vim më fal njëtën xhami, njëtën kibël, në safat të rështum, mas një imami. A se keni dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mos u përçani, drejtoni safat mirë, se në qofë se si drejtoni safat, kanë më ju shtrëmbru ftyrat dhe idetë dhe zemrat e juaja. A se keni dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ka thonë, namazi që falet me xhamat është më i vlefshëm 27 herë se më fal në shtëpi. A nuk jem me ata që ta xherojmë bashk kur fillon Ramazani? Mirë, po dhe kur vjen dita e gëzimit e bajramit, bashkë bojmë gjithë bajram, nga se qështut në kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a gjërani, atër kur a gjëroj njerëzit, bëni bajram, qofta i fitër bajrami, pa kur ban bajrami, atër kur a njerëz tjetë bojmë bajram, se kjo është për qëllim, unifikimi, edhe mu falë bashkë, edhe ma gjëru bashkë. Mirë, po dhe kur vjen punë e haxhit, mbledhen 3 milion, 4 milion për këtë rrugët të kësorë, prej gjitha kombëve dhe komësive, prej gjitha ngjyrave, prej gjitha shtresave, edhe këtë vinë një vend, në qabën e bekuar, i krynë njëtë dhe rituale, e adhurojnë vetëm një Allah azza wa jall, edhe thjesht i veshën në njëtë rrobat që mirë simbolike me treguar se gjithë jem njëtë për Allahut azza wa jall, mirë po gjithë jem bashkë për Allahut azza wa jall. A se keni dëgjuar se feja jonë në ka urdhruar mu bashku edhe ka thonë se bashkimi është rahmet, ndërsa ndarja është domethënë azab, është dënim. A se keni dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, yedullahi ma'al jamaa, dora e Zotit, ndihma e Allahut azza wa jalla është me xhamatin, kur thjesht njerëzit janë bashkuar dhe janë unik. Kanë ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar dhe janë kujë, ka thonë ja Rasulullah, po hajnë edhe po pinë, po s'po ngihëm. Ka thonë mos jeni të hungër ndamës, se që veç mas që shërbo traditë sot, kur të hani tonë bashkë, përmene emrin Allahut azza wa jall, do t'ju shtohet bereqetin ushqimin e juaj. Asit në ke po dëgjuar rasin se pejgamberi sa ka qenë një udhim, edhe ka nalë me pushu edhe se cilën tendën e vetë, mirë po ishim ba grupe, edhe pse ish pushim është relaksim, po del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për thot, mali e raku me izin, qka jem të ju pakshët të përqam grupe, edhe pse thash realisht, natyrat dhe më thonë se njerët kër përshojnë s'prish punë, mirë po edhe në kësi rast është pejgamberi sallallahu ka pas qef që me qenë bashkuar, e me qenë unik, e me qenë afër një tjetërit, e kur se si me lejue që me hi dikush mes neve, qofta ajo ideologji, qofta ai individ, qofta ajo risin fe, qofta ai mëkat që me në nda, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vizatu një vit të drejt në zallë, në rërë, edhe ka thonë, kjo është rruga ime, rruga Allahut azza wa jall, e majtës dhe djathës, ka vizatu
vizda tjera, edhe ka thonë këto janë në rrugë të lajthitjes, në kokën e silsilës për këtyre rrugëve është një shejtan i cili thret dhe ka lexuar ajetin wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dhe kjo është rruga ime e drejtë që duhet me pasu, e mos i pasoni këto rrugicat. Mos i pasoni këto rrugicat të cilat përçojnë, të cilat thjesht shtin domethënë përçamje në mesin e umetit, mirë po të jem unik ashtu siç ka kërkuar Allahu azza wa jall. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Lëzër të ndëruar, ku shkon njërin ma themelore, ma elementare të fesë tonë, e din se edhe në Kur'an dhe Sunet, po thuaj se në asë një vend nuk gjenë vetëm se urdhër për mu bashku edhe mos më u përqa. Se kjo është parim, thash, është obligim edhe nga Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po edhe është imperativ i kohës qovë se dojna mos më në u bavon. E kur e kajna lon këtë parim, atëherë e kanë shfrytzuar të tjerët prej armiqve tonë me në nda, e me në përqa, në përkombe, në për shtete, në për ideologji, në për fraksione, kështu më radhë, jemë pëthuaj se 60 shtete, muslimone me shumicë muslimone, ofër 2 miliardë. Mirë po, na i urrejmë Turqit i urrejnë Arabt i urrejnë tjertë, edhe pike 5, as të njoni nuk dënë më u bo bashkë. A shikoni këta tjertë? Në shekullin 20 kanë lufta e parë dhe lufta e dytë botërore. Parafërsisht të kanë vdekë 70-80 milion, edhe shumicat kanë qenë mes tyre, s'kanë qenë musliman gati të involvuar këtë luftë hiç. Gjithë të lufta, jo vetëm shekullin 20, po me shekuj, e çka kanë shkatruar njëri tjetrin, edhe kanë arritë me bë aleanca, qoftë ekonomike, qoftë ushtarake, qoftë politike, e ke pas bashkimin sovjetik, e ke bashkimin evropian, e ke Shtetet e Bashkuara, ndërsa muslimanët pikë 5 as të njëjtin s'mundesh me i bë bashkë. E po thëmë, urdhri Allahut azza wa jalla është mu bë bashkë, mirë po dhe imperative i kohës është mu bë bashkë, përderisa nuk bëhet vonë edhe me na hungër, domethënë ujku një nga një, nga se kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ujku i han ato delet që doan pe kopeje. E në qofë se ka mundësi më na do ka një pe kopeje, ku më na hungër të gjithve, e inshallah nuk ndodh ajo që domethënë planifikojmë. Para se me përfundu, hidhme në vëzët të ndëruar, e kam një kërkesë. Këta besonën që kemë në këto, kur e kena ndërtuar xhamin para 6 vite, e kena planifiku që xhamia është një xhami periferike, edhe me pas frekuentim më të vogël. Alhamdulillah që xhamia xumave në Ramazan është plot, po dhe gjithmonë alhamdulillah ka namazli. Është xhami tranzitore që shumë frekuentohet vetëm jo kohët namazit, prej që qelet xhamia, domethënë prej dreke deri në Jaci, pothuajse është e pamundshme pa pa një vetur që suar me hi me marr abdes edhe thjesht me fal namazin. Edhe kjo për çdo ditë. Ajo që më shqetëson është e para. Domethënë ne po mundohemi mojt ato, domethënë abdesone, ato banjo pastër, mirë po nëse ju nuk na ndihmoni nuk ka mundësi me i mojt. E ka herë hi me shiku se ç'është gjendja. Besoni që trishtohen, edhe e di që 99% një namazdi se i shoh nëse rrinë zyre zakonisht to. Edhe i shoh domosdoshmë vinë banja dhe i falen namazdijen. Edhe me pa çat gjendje të mjerueshme, nëse ti e vëzhyt çato, po mendon që se ke zhyt trupin edhe rrobën tonë, ama çto tisha e jetu faltja. A se ke dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka kaluar pranë dy varreve. Edhe i ka thonë që këta dy po dëlohen në jetën varreza dhe domethënë varreza, edhe i ka përmend se njëri thotë është
që bën fjalë është në mëm, e tjetri thot thjesht kur urinon nuk ruhet pe urinës. Thjesht hiç mos më fal, njeriu duhet më rujt mos më sërpik edhe më përlyt teshat tua. Po çysh ti me çat tesha domethon hin edhe falesh namaz. A nuk e dini që kusht i abdesit dhe i namazit është me pas trupin, rrobën dhe vendin ku falet e pastër? A se dim na që pastërtia është adresa e fesë tonë, gjysma e imanit tonë. Thjesht ajo që na kena mburr dhe na krenu gjatë historisë është feja e pastërtisë. A është e logjikshme me ndodhë kështu? Na pedim që s'jem domethënë kushtet ç'është duhet. Se thash kur e kena bërë të vogël duke mos menduar se do të kem nevojë kaq shumë. Pra të kena vendos me i rënu krejt. Edhe kena me bë prej fillimit të reja. Edhe kena me rrit dy fishën e saj që atash. Edhe thjesht kena me bë depo për senat që na duan në xhamis. Do t'i bëjmë domosdoshmë kvalitetin më të lartë. Do të mundohem në fatin rekord se do të jesim tash pa banjo dhe pa WC, edhe pa abdesone, që me kry edhe me borxh e pa borxh. Ajo që kërkohet hera e parë që kërkojmë për xhamin tonë, dikush më tha se është fundi mujt me kanë lënë domethënë fillimin e mujt kur vinë rrugët e kështu me radhë, po nuk është kjo më rëndësi, është më rëndësi që me i prish, me i ndreq sa më shpejt, thjesht neve kërkojmë pasi është hera e parë, besoj që do të ne zhgënjeni, edhe pse ju kom tregu xhamatit se është të marrë shumë marrë se hera e parë thashim të lyp për xhamin ton, zakonisht kena lyp për Bashkinë Islame të Ndërvicës apo për këshill edhe për kryesie, kështu që e luas secilin për ju kush ka mundësie që më na ndihmua që të kryjmë këtë punë mirë po, edhe çoftë do t'i bëjmë treja, kena i bë thash në kvalitetin më të lartë. Qofse nuk edukohemi me i mojt pastër, kena më dutëru prap me i maru më të mirat dhe me i mshel veç me qenë kohë namazit. Kështu që do t'i bëjmë më të mirat, mirë po keni kujdes që të emani pastërtin, e lusim Allahun azza wa jall që të na vetëdijsoj, edhe të bashkohemi në të hajër edhe të mirë, edhe të mbajmë pastërtin, edhe të shpirtit, edhe të zemrës, mirë po edhe trupit. Lusim Allahun azza wa jall që të na fal neve, të fal prindërit tanë, të fal këtë musliman në përgjithësi. Lusim Allahun azza wa jall ata musliman të janë nevojë në gazep që Allahu azza wa jall të shliron armikun e tyre, të u largon të vdekur e tyre, të mëshiron të smutet e tyre, të shëron. Lusim Allahun azza wa jall që të varfërit e tyre, autoritetet e tyre të ushqen. Lusim Allahun azza wa jall që të na bën neve sebeb qofse edhe me një dua, domethënë të ndihmojmë vëllezërit ku kanë nevojë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.